Shtetet e Bashkuara të Amerikës certifikojnë rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në një deklaratë të parë, Washingtoni nëpërmjet ambasadës në Tiranë ka uruar qytetarët shqiptar duke theksuar vijimin e partneritetit të ngushtë me Shqipërinë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Pas non gratës dhe vizës, kjo është goditja e tretë për Sali Berishën. Pak ditë më parë, kryedemokrati depozitoi pranë Departamentit të Drejtësisë në SBA një letër të shkruar nga Partia Demokratike me të gjitha ankesat për 11 majin, ku kërkoi qeveri teknike dhe hetim ndërkombëtar, por deri më tani ndërkombëtarët jo vetëm që kanë njohur procesin zgjedhor, por kanë bërë thirrje për respektim të institucioneve. Mirë, kthehemi me këtë kronikë që na risjell fakt reagimin amerikan, sigurisht me interpretimin që bëjnë gazetarët tanë. Skënder, ta ndërpreva ty fjalën për shkak publicitetit. Jo, unë do ta sillja sërish në të marrëdhënien e ngushtë mes Amerikës dhe Shqipërisë. Jam shumë dakord ta heqim atë kontekstin global, megjithëse unë vazhdoj të mendoj që ai ka një rëndësi. Patjetër. Por a ka dhe një sfumatur lokal? Metodologjisë së politikës jashtëm amerikane mbas 20 janarit. Sepse me drejt Lela përmendi rastin e Belizes. Patjetër, natyrisht. Pra bëhet fjalë për një ndryshim. Edhe në një kontinent. Nuk është e Belizea, është një demokraci kush e di se çfarë. Edhe në një kontinent si Europa, nëse duam të hyjmë sfumaturave dhe dallimeve të qëndrimeve, ti ke për shembull qëndrime të tilla ku me Danimarkën kërkon Groenlandën, kurse me shtetet e tjera me Melonin është në terma shumë të mirë. Dhe ke pastaj dhe Britaninë e Madhe që nuk është MBE, por që është NATO, e cila natyrisht ka atë statusin e vet sui generis. Pra, politika amerikane ndaj Evropës i ka ruajtur sfumaturat e veta, po le të ikim kësaj. Unë do ngrija vetëm një pyetje këtu që besoj unë para të cilës na vë deklarata, se nuk ka, domethënë tani nuk ka më straight to the point, shkojmë direkt te pika. Tani jemi përballë tekstit. Unë mendoj që duhet bërë pyetja, cila palë jeton më mirë, ndjehet më komfort dhe sheh të ardhmen më të qartë me këtë tekst në dorë nga këto dyja që janë Tiranë dhe që po konfrontohen. Unë do të thoja që një deklarat pa dashuri e Amerikës për Ramën, pa i përmendur dhe emrin, jam shumë dakord me heqjen e detajeve, do të ishte shumë e pranueshme për qeverinë në këto pozita ku ndodhet, në raport me një opozitë e cila do të kërkonte jashtëzakonisht shumë suport me gjithat mish që ka vënë në zjarr dhe po piqet me shkelje, me kontestime, me manipulime etj. Pra ka shumë kontestime. Le ta themi trosh, opozita ose më saktë Partia Demokratike po kërkon në mënyrë taktika sa është kontestimi gjithë procesit zgjedhor, duke nisur bile nga qarqet ku ajo ka fituar. Dhe shkon deri aty sa thotë si se tha Berisha sot, që qeveri teknike, ripërsëritje zgjedhjesh etj. Pra, te se ka thënë vetëm sot, në pak e ka thënë përpara zgjedhjeve. Se ka thënë shumë përpara, po okay. Problemi këtu është që me këtë tekst unë mendoj se loja merr fund në kuptimin që njëra palë ndihet komfort, jo e kënaqur se ndoshta do të donte diçka më tepër. Do donte ashtu shpoli Meloni, shpoli Merë, shpoli Shtar. Pas ndërhyrjes Xheret Kushnerit një ditë pas samitit etj. Pra ky konteksti që ne dim, kurse pala tjetër e cila ka pritur shumë para zgjedhjeve, ka pritur shumë dhe gjatë zgjedhjeve. Dhe ka lobuar, pa drejt në vet. Dhe ka pret dhe shumë pas zgjedhjeve, unë mendoj që në asnjë nga këto tre momente pala tjetër nuk e ka marrë atë që ka pritur. Dhe ky moment i tretë, ky është skualifikues sepse ky vë, si thosh, këtë vulën që ti ke shkruar këtu prava. Që ka vulë amerikane ka, se kujt e vuri vulën pastaj ta diskutojmë. Po, Seva? Rama donte vetëm një reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kushdo të ishte vetëm. Por këtë s'jam shumë i sigurt. Mirë, sa dëshiron ai, unë them çaj shërben. Jam shumë i sigurt me të vërtetë. Çaj shërben. Çdo reagim i shërben. Nuk mendoj që ka një shqiptar sot që nuk pret së paku me ankth reagimin amerikan, për çfarë do dëgjoje? Na marrë një vizë, atëherë do marrë një bekim për zgjedhje. Patjetër. Rama i vetmi reagim që nuk donte ishte nëse Shtetet Bashkuara do të thoshë këto nuk janë zgjedhje demokratike. Po sigurisht. Po tu pastaj flasim për histori tjetër. Të gjithë reagimet e tjera i bëjnë punë. Dhe do ishte historike nga 96-a e këtej. Flasim për një reagim që do ishte padyshim breaking news. Po pra. Të gjithë reagimet e tjera i bëjnë punë. I bëjnë punë, realisht, edhe ky i bën punë.
për t'i vënë kapaku një palë zgjedhjeve të cilat ati mandat 4 japin 83 mandate, domethënë një çmenduri elektorale, ajo çka ka ndodhur. Çdo gjë tjetër për Ramën. Pse e quan çmenduri elektorale? Domethënë Rama, po të shkosh në numra, ka zbritje në numrat e tij. Pa llogaritur votën e diasporës që ishte diçka e re, gjithë me radhë, të cilën ai zbritje s'ka, po domethënë nuk ka një rritje. Dhe Rama e pranoi vetë. Rama e pranoi vetë. Rritje nuk kemi. Neve tha, kemi votat tona. Le çfarë thon ata tha të tjerë, ne kemi votat tona. Po kjo është e vërtetë. Po pra. Tani rritje nuk ka ama. Kur vjen tjetri dhe thot un kam votat e mia dhe nga 74 vajte 93 tani çka ka ndodhur? Kjo është analizë. 73 praktikisht. Si? 73. Se 73 morën në 2021, pastaj u shtu zoti Çela etj. Po 73. Po 73. 73, tani vajtën 83, domethënë çka ka ndodhur? O ti ke bër ndonjë marifet elektoral me kodin zgjedhor që doli ambasadori BE-s, sa do ribëjmë menjëherë reformë zgjedhore sepse tha Bileta Ramës tani ke votat, mos na thuaj që nuk i ke votat. Tani do e bësh se votat i ke, e vërtetë. Do ta bësh siç duhet. Domethënë është më e rënd Gonzato sot në të ditën e martë, kur i tha Ramës. Problemi ishte tjetër. Unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës me reagimin që dhanë ditën e martë e mbyllën kapitullin e zgjedhjeve. Tha vazhdojmë para tani, kjo punë iku, ne do vazhdojmë para me ato projektet që kemi. Dhe projektet e tyre lidhen posaçërisht me reformën drejtësi, me SPAK-un, me garantimin e tyre interesave që kanë ata në rajon. Të kthehem pak te pyetja më parë që i bëre Lelës, në lidhje me çështjen e non gratave. Që në momentin që u zgjodh Rubio sekretar shteti, për mua ishte një lajm i keq për zotin Berisha dhe Partinë Demokratike. Pse? Sepse Marko Rubio është deep state in personam, domethënë personifikimi i deep state. Ka disa radhë senatorë. Pa i ka këtë letër pra publike që e ka bërë. Letra nuk pak vite më parë. Po pra, letra ishte që pse vetëm ai mund ta qush linja temi zyrtare e e Partisë Republikane. Okej, këtu dhe ka interpretim, po nuk mund ta thosh është deep state. Unë mendoj që Departamenti i Shtetit nuk ndryshon politikën me ndryshimin e presidencës. Edhe këtë e ka vërtuar presidenca e parë e zotit Trump. Domethënë politikat që janë aty brenda janë të konsoliduara. Vetëm në një gjë gabon. Nëse të kujtohet, kur është interpretuar nga autoritetet amerikane dhënia e non gratës zotit Berisha, është folur për një seri institucionesh të cilat kanë dhënë informacion. Pra fol për FBI, National Security, pra siguria kombëtare, Homeland Security etj. Në të gjitha këto institucione, përjashto temi Departamentit të Shtetit, pra qoftë FBI-ja, qoftë Departamenti i Drejtësisë, nuk kanë shkuar qoftë Departamenti i Mbrojtjes. Pra qoftë Departamenti po duash ti edhe i Thesarit. Qoftë po duash ti edhe ai i Tregtisë. Pra gjitha këto informacione të kryqëzuara që kanë ardhur tek dosja e Berishës, kur ai u proklamua non grata, sot përjashto Rubion, në të gjitha këto institucione nuk janë pjesë e administratës tradicionale republikane. Janë gjitha ato që quhen skifterët e trumpizmit dhe e magës. Pra le të themi, nuk mund të thuash që sot situata është, sepse edhe dosja e Berishës është dosje kryqëzuar. Po të them gjë tjetër. Unë si e shikoj, nuk e mendoj që është lajm i keq për Berishën. Përkundrazi, unë mendoj që ndoshta dhe këtë mund ta diskutojmë të pjesë, ndoshta ai mesazhi i ambasadës amerikane linte dritë hapur për këtë pjesë, që në fund fare ne jemi me popullin shqiptar dhe nuk bëjmë dallime midis Ramës dhe Berishës. Patjetër pra. Pra ne respektojmë vullnetin e popullit shqiptar. Pra ju doni Edi Ramën dhe ne do vazhdojmë bashkëpunojmë me qeverinë që zgjidhni ju. Por edhe opozitën opozitën ne do e trajtojmë. Unë mendoj që politika e ndjekur, që është edhe proklamimi non grata me anë nga sekretari i shtetit